Miti parë është dhe ky që sapo thash, domethënë ne që të vegjël rritemi, qoftë nga prindri, qoftë nga gjyshi, qoftë nga ajo çfarë ne shohim në media, që mashkulli është një figurë e fortë fizikisht, e fortë shpirtërisht, që përballet me çfarëdo lloj gjëje. Mirë po, mit ngelet, sepse ne jemi të prekshëm nga shumë probleme gjatë jetës dhe nuk mund të jemi kaq burra për çfarëdo lloj probleme ose për çfarëdo lloj aspekti të jetës sonë. Një mit tjetër ka të bëjë me trupin e meshkujve, është se shpesh herë potencën mashkullore e lidhin dhe me aparencën dhe sidomos me madhësinë e organeve gjinitale, që ky është një mit që kam përshtypjen është rritur shumë kohë të fundit për shkak të influencës që kanë meshkujt edhe ndaj pornografisë dhe asaj çfarë shohin. Dhe nuk kemi nevojë të bëjmë krahasime me çfarë shohim tek të tjerët. Ne jemi këta që jemi. Shpesh meshkujt mendojnë që ato defekte që ka trupi ynë për të tjerët janë shumë të dukshme. Nuk e mendoj kështu, sepse të gjithë kanë problemet e veta dhe kanë fokusin tek vetja e vet dhe nuk u del koha dhe mundësia të shikojmë se çfarë nuk shkon te tjetri. I jemi këta që jemi dhe nuk ka nevojë të mendojmë si gjykojnë të tjerët për ne. Ngelet një problemi ynë dhe nuk është një problemi të tjerëve.